Jemi kthyer dëgjues dashur me pjesën e dytë e emisionit Pasdita Sportive. Zakonisht edhe pjesa e dytë I takon mysafirve dhe këtu kam për nder ta prezantoj kampionin e Kosovës, fituesin e Kupës së Federatës, po ashtu edhe fituesin e Kupës së Kosovës në volejboll. Kush tjetër përveç që Durim Rexhepi është bashkë me neve, është volejbollist I skuadrës së Ferizajt. Durim, mirë se erdhe. Faleminderit për mundësinë. Fillimisht po ndalem kampion Kupën gjithaj fitut. Nuk lat gjë pa fitu si vjet. Fatmirësisht u kanë një sezon shumë I mbar për neve. Prej fillimit, domethënë trofeun e parë që fitum në fund faktikisht fillim të vjetorit, Kupën e Federatës. Pastaj vazhduam me potnetin ritëm, Kupën e Kosovës, kampioni I Kosovës. Një sezon mjaft I gjatë, me ulje, me ngritje, mirë po fatmirësisht që gjithçka shkoi mbar për neve dhe u kurorëzu me këto tri tituj për këtë sezon. Kur ka qenë për herë të fundit që ke hub tituj? Sepse me sa mbaj mendun që nga ekipi Skënderajës që keni fituar tituj e tash te Ferizaj Ka pas kogja raste që edhe I kemi hub, po nëse e këshyrbin total finalet e mrine me të hub në dhe të fitune, besoj që mbizotrojnë ato të fitune, kështu që besoj që është një përqindje e mirë. Po ka pas edhe raste. Para përshë shka me përqindje? 75%, 25%. 60-70 dikon do me shku përqindja, po mirë është se pa humbje nuk ka as fitore, kështu që ku është humbja dhe fitoria. Finalet din me prodhu edhe humbje nga një herë të meritume, nga një herë të pa meritume, po si do që t'jetë mirë, ka shku sidomos këtë sezon me gjithë trofejt e mundshëm të nacional mirë shumë në rregull. Si edicion përgjithësi përveç që keni fitu trofejt, si ke pa ekipet kundërshtar, a është dashur t'jetë pak më I nxehtë play-offi, se që keni pasur, e dim që ekipi 5 me ato dënimet, pavarësisht që rivaliteti ose konkurrenca sa tjetë më e fortë është më e mirë dhe për juve, sepse kur ka konkurrencë, ka edhe luftë mes ekipeve. Po kur s'ka konkurrencë, pak a shumë e dini që keni me fitu titujt? Fatkeqësisht, ajo që ka ndodhur me PN, fatkeqësisht për ta, po nashta edhe fatkeqësisht për nivelin e cilësisë garave, ka ndiku pak a shumë. Neve nashta pak na ka bo ma favorit, realisht nëse është bo një diskutim se kush ka me fitu në përgjithësi jenë dritu prej neve, kanë thonë këtë sezon Ferizaj, mirë po kur I shikojmë lojë që kanë shku, rrjedhën e kampionatit, nuk mujna me thonë që e kena pos edhe aq let, presioni realisht të konë me neve, kur jeni ekip favorit të kohën, edhe ekipet kundërshtare mobilizohen pak ma shumë me lujt kundër teje, po nuk kanë qenë as pak finalet leta, as finalja e Kupës, as finalja e Kupës së Federatës, po as finalja e play-offit nuk kanë qenë as pak leta. Vlen mu përgëzu ekipa kundërshtare dritës në 2 finalet e fundit të Kupës edhe finalet e play-offit, kanë bo një paraqitje fenomenale, gjatë ton kampionatit kanë bo paraqitje tepër të mira. Djemt e tyne kanë tregu një kulturë të lartë sportive dhe lojë gjithashtu tepër të mira, kështu që nuk ka qenë lehtë. Ndoshta jemi pak më favorit na nëse shikojmë fundin e lojtarëve dhe përvojën e lojtarëve, mirë po nuk u kanë asgjë sigurt deri në momentin unë tham shpesh që ma mirë është me fol fusha se sa me fol na para se me him fush, kështu që fatmirësisht në fund Durim shumë modesti. se Adriatiku edhe trajnerit, të cilët nuk e diskutonin këtë pjesën e titullit. Po ma letë është tash me fol se sa atëherë, ata I përgëzoj për guximin kur e ngon këtu në studio, kam fol pak ma lirë se sa që është dosh në dosh, po kam thonë, Madje Adriatiku e kishte pa probleme, hyçte Kenaim kampion. Po nëse shikojmë skuadrën e dritës para se me lut gjysmëfinalet e play-offit, ndoshta nuk e kanë prit mas pore që drita ka më shku në finale, heç kanë prit që më shku ekipa e Skënderbeut, realisht kanë pas një ekip pak më shumë përvojë Skënderbeu, mirë po thash fusha flet ndryshe shpesh herë. Kështu që djemtë e tyne kanë bë më të mirën në parket dhe kanë shku në finale, kanë bë paraqitje dinjitoze ndaj neve, paraqitje shumë të mira, thuaj se tana lojt kanë shku me 5 seta të lujtën, kështu që nuk mujna me qujtë se diçka të lehtë për pa u përfundu.
Kështu që Po du mund nalë të kjo pjesa me dritën, potencove që keni prit që me qenë pjesë e finales Skënderbeu, e the paka shumë e bërë qartë që gjithçka flitet në lojë. E keni ndje vetën të rrezikuar në finale? Duke ditë nivelin, në fakt jo nivelin, po lejtar që ka shumë atrisë, edhe duke ditë përvojën tuaj gjatë në pjesën e voleybollit. Personalisht nuk e kom mendu asnjëherë që kena me hup asnjërin për finaleve. Okej, gjithmonë ka qenë ajo rezerva që mundet me ndodhë gjithçka, po nuk e kam prit asnjëherë që kena me u dorëzu edhe me hup. Kam prit që shtash lojt fort për tyne, kam ditë që s'kan më dorëzu asnjëherë. Po ju asnjëherë nuk e kam qitë në pikpyetje a dojna me fitu apo jo, edhe besoj që edhe pjesa tjetër e lojtarëve, po edhe stafi e kam pas të njëjtin mendim. Nashta jo dosh më tregu pak më të rezervuar, mos me mulshu krejt që na e krejtojmë këtë vetë kampionatin, se fusha tregojnë ndrysh, djemt e tyne kanë luajtur shumë mirë edhe na kanë bë shumë të vështirë me ko kampion. Po fatmirësisht, po tham ndoshta pak më shumë përvoja. Nuk po tham që ata nuk e kanë përgatitur, janë shumë përgatitur, kanë bërë një punë tepër mirë gjatë ton kampionatit, po kena pas lojtar me përvojë, lojtar të mirë, edhe për forcimet që i kena pas janë ka të nivelit mirë, edhe çdo kush besoj që ka kry punën e vet në mënyrën që u parapo me kry prej trajnerit e lojtarëve, edhe çdo gjë ka shku shumë mirë, kështu që jam i lumtur me çka kena tregu na gjatë ton kampionatit, sidomos në lojtë finale, në play-off. Shikon futboll, kështu? Munduna me përcjell, ma shumë me përcjelli Premier Ligën angleze, jam fan si Liverpoolit, kështu që si vjet mirë më ka shku në tëna ondë. Si duket këta në krejta aspektet ka shku mirë. Fatmirësisht. Sepse përveç që i bo kampion edhe me ekipin tënde, me ekipin e faksit tifoz Liverpoolit e kishiu edhe titullin e Premier Ligës, mundohet i të shëdoj ju edhe një titull tash rikthimin e Drenicës në Super League, sepse zyrtarisht u inkuadru në Super League sot me fitore 2-0 ndaj Stogut. Po besoj që ekipi i Drenicës futboll i ka mungu Super Ligës, njëjtë qysh i mungon edhe në volejboll. Unë karrierën time kam filluar në ekipin e Drenicës Skënderoj në vitin 2008, kështu që më vjen mirë që janë kthy futbolli, shpresoj që në të ardhmen shumë të afërt, e njëjta komendodhe me klubin e volejbollit. Të vojzat që ndrojnë shumë mirë, janë nën kampion i Kosovës, shpresoj që edhe djemt njëjtën formë me ardhë shumë shpejt. Herën e fundit kur kam luajtur në Drenicë, ka qenë viti 2014, me ata i na shpall fituesi kupës. Po shpresoj që shumë shpejt edhe ata mu riorganizu edhe një herë edhe me tregu që na trev ka shumë talenta edhe ka mundësi mu zhvillu sportin përgjithësi jo vetëm volejbolli, po basketbolli, futbolli, gjitha sportet tjera. Sidomos më ndali pak a shumë tek pjesa e volejbollit. Skënderoj në përgjithësi ka qenë një vend i cili ka dhënë shumë për volejbollin, sidomos njërin përej që kam pasur edhe kolege, kam edhe kolegë, bëhet fjalë për Gjavit Kajtazin, cili ndryshe është edhe si profesor i volejbollit, cilat janë fjalë tua për profen? Dohet me morë një letër, unë edhe një nisë me shkru. Unë kom pas fatin me punu me trenerin Gjavit për afërsisht 2 vjet besoj, vitin 2014-15 edhe 15-16. Kur i kom bashku ekipi Prishtina Volley në atë kohë ka qenë në ligën e parë të Kosovës, po ka pas lojtarë mjaft me emën si Adriati Kajtazi, Skënder Laqi, Valonikçi, Nardi Demaj, Istrefe Lezaj, mos të harroj dikan me përmen, ka pas do djenë 3, ndërta jam ka dhe one, edhe jam bo pjesë të tyne. Do më thonë atë vit, i kena fitu ligën e parë, nuk kena pas shumë pelashe, po jemi pas shpallu dhe fitu së kupës Kosovës. Do më thonë prej ligës parë, realisht hezitojnë, nuk morrin pjesë shumë ekipe tjera në short të kupës Kosovës, po na pa të marrë pjesë edhe pa të më shpallë fitu së kupës. Kështu që me full për Gjavit Kajtazin, muj me gabuna i me full për ta, po që ata thash është mirë me marrë një letër njerë, dhe me shumë për ta, për ndryshe unë e konsideraj që Gjavit Kajtazi ma ka shpëtu një farfur me karierën tem, jam kom prag me
me lanë volejbollin, ai pikërisht po mund dalim ka rikthyer një herë dhe si ka që gjë pjesë, me qenë se e përmende. Unë pa ta ardhë student në Prishtinë, isha duke studiu edhe në atë kohë veç e pa ta pauzu një 5-6 muaj prej pjesës e volejbollit, masi u shpallëm fituesi kupës me Drenisën në vitin 2014. Rastisht takohem me trenerin Xhavet në rrugë dhe mban ku je be djalë çka i të bë. Ai të luajtë i thash ju as Xhavet jam ardh student në Prishtinë edhe po kam pak të lashe pjesën e stërvitjeve edhe tha hajde me lujtë në klub. Po jo mbindi mu rikthye edhe një herë edhe ja kum po hojrin fatmirësisht jena domethënë fituesi kupës atë sezon me Prishtina Volley, jena inkuadruar në Super League, kena vazhdu edhe për një vit, kena hub në play-off, mbas ne jam largu prej Prishtina Volley, po tani ofertë më shku në Ferizaj, klubin e Lubatenit, edhe kështu ka vazhdu mirë, po Xhavit Kajtazi ka bën një pikë kthese në karrierën tem që me kohë që jam që dekadën e fundit, që 10 vjeçarin e fundit në volejbollin e Kosovës. Duke qenë një prej volejbollistëve më të mirë në Kosovë. S'po di, as nalt më rangu, po bëj pjesë dikon. Po besoj që bëm. Dikon bëj pjesë. Luam pozitën e qendrës, edhe sa është e lehtë edhe sa e vështirë, duke ditë që pjesën më të madhe të kërcimeve për me imbulua dhe pjesën e gjujtjeve të kundërshtarëve ki për detyrë. Se cila pozitë ka specifikat e veta edhe gjithkuj puna e vet, i do këtë më e zëshme se tjetrit. Po besoj që është një pozitë me kogja shumë përgjithësi, i me konë në këcim gjatë të kohës, edhe në solum, edhe në blok, më mundu me përcjell blokun, sidomos nëse është pasuesi i mirë në anën kundërshtare ta bën tepër të vështirë me përcjell blokun, po është pozitë sfiduese, kështu që e kam pranuar edhe sfidat janë të mira, të ndihmojnë më rrit, më zhvillu, kështu që është pozitë kogja sfiduese, po e mirë është. Sa është goditja më e fuqishme që ki bë? Sa kilometra për arsyesisht në orë? Fatkeqësisht në Superligën tonë nuk ekziston një radar që i mot sikur në ligat e europiane ose botërore, po sillet, besoj që ka një forcë kogja të mire. Nuk po guzoj me dhoni numër edhe mas nej mu bo me që sa po besoj që nuk është bashkëgoditje dopt, sidomos nëse ne kam pikën e kthimit edhe tupin në pozitën që unë e preferoj me godit, besoj që është një goditje e kënaqshme. A e ndjen ndonjëherë përveç asaj pjesës që e përmende kur i dash të largohesh për 6 muaj nga pjesa e volejbollit me pas fal profet Xhavit Kajtazi i rikthyer, a e ndjen ndonjëherë veten që i dëshpëruar totalisht edhe me lon plotësisht përveç asaj pjesë? Me lon mo jo, nuk e kam menduar asnjëherë derisa të muj me lujt. I dëshpëruar po, ka pas plot raste, kena hub finale të ndryshme, kompeticione të ndryshme, si Kupën e Kosovës, për shembull kena hub 2-3 herë rresh me Ferizajin. Kena pas fatin e kesh, na u kanë lëndu lojtarët në finale, në gjysmë finale, ka pas finalet kupës, që na u kanë lëndu 2 lojtarë të njëjtin set, që ato janë kohë gjatë dhëmshme, se nështë ta kena pas potencial me fitu, po 2 lojtarë të kryesor, me met ekipa pa 2 lojtarë kryesor, u kanë kohë gjatë sfiduese me vazhdu lojën, ka pas momente të shprimi, po jo për mu dorëzu që mo me lanë. Tjetër, po nuk dalim të karriera jote më përgjithësi, çka pritet nga durimi? Tash i bë kampion, fituesi kupës e federatës, i ki fituar gjitha. Po, dorë në zemër, këtë sukses e kam pas edhe më herët me ekipe tjera. Nuk guxoj me dhon një prognozë saktë se çka ka menduar as për një periudhë shkurt, i kam disa planet mia që jam duke i analizuar çka ka menduar, për ndryshe të shumë t'jalom kohës, është një periudhë që kam edhe pak kohë që me mendu çka po bëj, çush po bëj, apo vazhdoj me lujt, apo koncentrohem këtë zejën e trenerit, të shohmi. Me që se përmene këtë zejën e trenerit, e di që nuk je i sukses shumë vetëm tek pjesa e meshkujve.
Një farë lloje dozë të suksesit e mbon tek ekipi i femrave të Fariza ku janë edhe fitues të kupës. Tek Fer Volley. I kam qenë angazhuar te Fer Volley si ndihmë trajneri e Donit. Nuk e di, shpresoj që kontributi jam ka ndikuar sadopak në fitimin e titullit kampion tyne edhe fitimin e Kupës Federatës, po nuk guxoj akoma me atribut diçka vetë që do suksesi sepse shpresoj që po diçka jam, një fjalë jam, një këshillë jam, shpresoj që ka ndikuar pozitivisht te vajzat edhe ju ka ndihmuar që mu shpall kampionët e Kosovës. Një djalë nga një vend tjetër duke dhënë trofe një qyteti tjetër, madje keni Ferizojnë qyteti i voleybollit, afërsisht 7 tituj përfshirë edhe me handballin, i nërë deri me tani. 6 janë për momentin në volejbol edhe njën handball. Shpresoj që edhe handballi me vazhdu me të njëjtin ritëm, janë garë edhe në hap të mirë besoj për titull kampioni. Ato ku ato paqare që dosh me dhonë dhe kontributin tanë, kështu që unë jam i kënaqur me çka ku mujt me kontribu në qytetin e Ferizajt në 2 klube të ndryshme. Shpresoj nëse vazhdoj të jem ato që po besoj që po me vazhdu me po të njëjtin ritëm, me të njëjtin sukses, me të njëjtat suksese, qoftë te meshkujt, qoftë te femrat, pa marrë parasysh në cilën unë jam i orientuar. Deri tash keni karrierë shumë të bukshme, shumë suksesshme. Çka duhet ndryshohet sipas teje në voleybollin tonë? Folëm më herët para se me një intervistë, fatkeqësisht puna profesionale ka mungu, ka fillu mu punu pak ma shumë profesionalisht, po nuk do të me konë asnjëherë të kënaqt me çka është u bë, do të me vazhdu shumë me ngrit kur të shpenzuar në trening, ato besoj që ndikojnë shumë performancë, përgatitje, ka hapësinë shumë madhe për mu përmirësu voleybolli sidomos te meshkujt, te femrat ndoshta është puna profesionale pak nivel më të lartë sa tek meshkujt, edhe që kjo ka një arsye pse unë s'kum dosh me punu me femna asnjëherë, se më ka dukë që pak meshkujt janë të lënën masdore në këtë aspekt, edhe kam qef nesër mas nesër kur do që të është e mundur me dho kontribut të gjenerata të reja të meshkujt, po ka hapësinë shumë për më përmirësu. Lojtë ndërkombëtare tona çaj bojna e qesin pa këtë çfarë po e them se çka punohet këtu. Realisht na mujna ndoshta me kon kampion nacional me këtë trofej të fituar, po kur vjen puna te paraqitjet ndërkombëtare kemi mangësi edhe puna me gjenerata të reja, besoj që do të me kom me një nivel pak më të lartë, ndoshta me klubet më orientu me pru më shumë trajnera që punojnë me gjenerata të reja. Na lojtar që jem, thuj se në përfundim të karrierës me morë ka pak mësime edhe për tyne, edhe qatë përvojën të unë me gërshëtu me punën e disa trenerave që janë ma me zonë edhe me minimu gjenerata të reja që me pas një sukses ma të masë na. Ju mos me vejtë veç mrena kufijve tonë, po pse mos me dalë t'jem të ri me lujtë në klube edhe me pas sukses, pa dyshim që po, edhe kombëtarja, edhe klubet me pas një paraqitje pak ma dinjitoze në lojë ndërkombëtare. Durim neve shqiptarëve na intereson shumë kjo pjesa, sepse me qenë unë pak ma i rinë mosh, se i kom voto edhe me dasht me lu volejboll, dhe gjithë herë në fakt isho edhe shumë prej trinjve, jam pak një farloj non se a me hyn këtë sport, a mos me hyn këtë sport, puna asoj çka na sjell ky sport. Qofse një i ri kërkon të hyjë në sportin e volejbollit, edhe sa i ndihmojnë financat çka vijnë nga sporti i volejbollit, a mundet me jetu me çdo financa? Pe bajnë një renditje pak ma kronologjike. Kur kum filluan e volejbollin, ka qenë koha ma e keqe më morë me qëtë sport. Nështë me tëna sportin përgjithësi, po sidomos me volejbollin, ka qenë... Sa ka qenë paga aktual? Ka pos sezon që s'ke morë pore kur gjë, ka pos s'ke morë 100 euro, 150 euro, dikur 300 euro, varsisht.
apo di ku ke lujt ose çfarë. A ka pas durim edhe në sport voleybollit shembull, mboj mend unë në aspektin e futbollit në nivele pak më të ulta se në Superligës, po besoj që edhe në Superligë ka pas për ekipe, po flas me kohën shumë atëhershme, ka qenë një farlloje nëse fiton një ekip 50 euro, nëse humb s'ka parë. Ka pas edhe kësi raste. Ka pas edhe kësi raste, ndoshta mirë, po na nuk do të me menu, nëse dojnë na me ekspert para, do të me menu patjetër çdo sene. Po tham, ku ma të keqe sa që unë kur e kam fillu vitin fund 2007-s, në 2008 në volejbollin nuk ka pas nga ona ekonomike financiare, kushte ma të këqija nuk ka pas. Fatmirësisht gradualisht vite në vazhdim ka fillu të rregullu, sidomos 4-5 vitet e fundit, tash 2 vitet e fundit ka fillu, është rregullu goxha mirë, është një ligj i sponsorizimit që sot kemi fatin që kemi që ligj sponsorizimit se kompanit, firmat të ndryshme nëse sponsorizojnë në sport nuk hupin, përkundrazi ato përveç që lirohen për tatimit që atë pjesën që atribojnë sport ose në kulturë ose diku tjetër, një anë tjetër edhe afirmohen se si sponsori përmenet emni dikon tash për janë lura të ndërkombëtare. Ka përfitime. Për trit jo vetëm me volejboll, po me çfarë do sporti, unë besoj që sot një ri nëse merret me sport, mundet me ia dal me jetu. Edhe ka metë edhe pak më po tham kushtimisht upgrade. Lojtari mu pagu për ton vitin, jo për 8 muaj, 10 muaj, so paguhen për shembull momentalisht shumicën e klubeve që çaj lojtar që merret me volejboll ose me handball ose me futbollin, nëse s'gaboj veç i ka kontroll basketbolli, ka çashtu. Mi aporin ton vitit edhe mu përkushtu profesionalisht në çato çka e bën, që nesër mas nesër përkushtimi tina me dhonë fryte më të mëdha se sa përkushtimi ju. Na ka një herë unë tham vetit që jena konë edhe heroj të sportit, përkatësisht volejbollit, sepse ka mujt ndoshta mu shua si ligë krejt. Nëse e kena këshyrë veç anën financiare so paguhmi, unë besoj që asnjëri s'kish lu. Asnjëri për lojtarëve nuk besoj që kish lu për çat periudhë se u kon periudhë ekstrem e keqe nga ana ekonomike financiare. Po mirë kena bo besoj që kena vazhdu. Nashta cilësisë kena pas ku me ditë sa, edhe jena konë si gjys lojtar, dikush ka punu diçka tjetër, shumica kanë punu diçka tjetër për mujt me tash për tash në volejboll një pjesë të mirë ekipeve është që nuk ka nevojë për një punë dytë. Unë besoj që nuk ka nevojë për me bën një punë dytë. Unë personalisht e bëj për arsye se jam mësuar me vite edhe mollë nuk e kam ndryshuar rutinën për një vit dy, po të kallëzoj nuk e kam ndryshuar rutinën, po a mundet m'ia dal, besoj që mundet m'ia dal. Besoj që ndoshta me pak vështirësi, me pas goxha shumë obligime familjare, po një i ri 20 vjet që s'ka kurrë për mi kry, shumë thonë, që s'ka ndoshta familje, s'është i martuar, s'ka një fëmijë, s'ka diçka kështu që me pas obligative. Ja ka lënë pa kur fare të lashe, po unë besoj që kushtet nuk kanë më shku motorat e poshtë, unë besoj që kushtet kanë më shku tu përmirësu vazhdimisht, edhe s'ka nevojë me ardhë në të armën marrë një lojtari me thonë që unë jam volejbollist, nashta na po thamë kushtimisht në gjëzoni kur na ka vedi kush me çfarë sporti merresh, ke mund me thonë me volejboll ose me handball ose çfarë di. A do të ndjem inferior ndaj lojtarëve të huaj kur vin Kosovë? Nuk e besoj. Lojtarët e huaj që vinë na ndihmojnë, shumë në ndihmojnë, po që ata lojtarë që kanë ardhur deri me sot, unë nuk besoj që lojtarët vendor është dashmëni inferior ndaj tyne, so na kanë ndihmu ata neve, po aq ju kena ndihmu edhe na atyne që me arrit suksesin e përbashkët, kështu që deri me tani rrallë janë kanë ata lojtarë që neve na kanë bën muni inferior ndaj tyne. Ka pas lojtarë të mirë që kanë ardhur, ka pas shumë lojtarë të mirë, po asnjëherë muni inferior. Çka të fundit durim? Çka të fundit do një mesazh ose çka presim nga e ardhmja e sport volejbollit? Shpresoj që volejbolli me vazhdu me ngritje të cilësisë, si të meshkujt ashtu edhe të femnat, një mesazh për trit, jo vetëm me volejboll, po me çfarë do sporti që ata të ninë në zemër që ju përshtatet, le të merren, le të vazhdojnë mund me apo hojrin,
Sot e kanë edhe mundësinë e lëvizjes shumë atletë se para 10 vjetë, 15 vjetë, të ke fundit del vete provon veten me një ekip, edhe pse ju me pos edhe me pos hyrat mira ekonomike, po edhe me pos një karrierë të mirë, ose mrena venit, ose me një ligë evropiane, ku pe di, kështu që mos u dorëzoni, merrnu me çfarëdo sporti që juve t'ju flen zemër, edhe besoj që keni me pos sukses me punë, me përkushtim. Dorim shumë faleminderit, ishte shumë kënaqësi me të pas pjesë të emisionit Pazita Sportive. Për juve për mundësinë që më keni dhënë me kom pjesë e juve këtë. Unë mendova që po vjen me 3 tituj, po sikur të është realizu që shë kena para po, besoj që i këshmi post 3 kupat këtu, po për shkoqe të ndryshme, më ka dash me kom veç po besoj që e kemi dhonë ato se që ka ndodhë për gjatë sezonit, se edhe për vizualizojmë kupa dyshysh. Unë të urej shumë sukses edhe në vazhdim, edhe pse jo, të shohim edhe në arena ndërkombëtare. Faleminderit shumë.